blockchain është një database, po kur është ndërtu, blockchain është ndërtu në mënyrë transparente. Për shembull, një kompani kur do me pas një database e ka me një server ku nuk e lëshon publik me tregu se çfarë transakcione ka, kurse në blockchain transakcionet janë, përveç janë të enkriptume, janë edhe publike. Edhe në blockchain që ka prioritet, për shembull nuk mundesh ti me editu një transakcion, me mohu që dikush e ka një bitcoin, mja bo e dit, mja fshiqat bitcoin e mja që dikuj tjetër. Të mona ajo mënyra e transakcionit të një pas njëshme në blockchain është e mbyllën, është edhe verifikume për disa majnerave, që ata majnera ma nuk ta lojnë ty me editu, që ti mja marrë, se mja vjedhë, se mja mohu që dikush e ka një bitcoin. Këtu lënë role shumë e rëndësi, arsyeja është se çdo transakcion që e cekëm më herët është i enkriptuar. Edhe do të me pas 51% forcë për ti me mujt me anulu një blok, nëse është i hapën. Nëse është i mbyllur, ai blok shkruhet në qatë ledger, edhe çaj blok nuk mundet me u kthy mrapa me editu, arsyeja se që ta majnire që kanë verifiku qatë blok, edhe e kanë enkriptu, nuk ta lejojnë ty mënyrën me u kthy mrapa, edhe që kjo është arsyeja pse blockchain është transparent, edhe që kjo është arsyeja pse nëse ti e ke pas shembull një bitcoin, për shpjeguar në mënyrë më thjesht, nëse ti e ke pas një bitcoin 2019 ose 18, edhe po do më shpenzu 2028 ose 9. Ti të njëjtën e ke pas atë bitcoin, qatë blok që ta ka bërë transferin dikush për 2018 në 2019, edhe nuk editohet përderisa ti nuk vendos me lekund prej një bloki në blok tjetër, do më për një adrese në adres tjetër. Kjo tani për tani është forca më e madhe që mining forca është mënyra edhe fuqia e transakcionit më e sigurta në botë, për arsye të vullnetarëve që janë fut në blockchain, majnera vullnetarë që futën në blockchain, edhe të gjithë ata validojnë qatë blok, edhe e verifikojnë, edhe nuk ta lejon ty me ta marrë dikur qatë bitcoin, për ti veç në mënyrën tonë demokratike të lirë që kimja transferu prej 2018 që ta ka transferu dikush tjetër, ti ke vendosë 2028 mja transferu dikuj tjetër. Majnerat e kryjnë qatë punën e transakcioneve. Këta quhen majnera në atë kuptimin klasik që kanë me mih edhe me gjetë qatë arin në minierë. Faktikisht, nëse ti e personi A, unë e personi B, edhe ti ki një adres që e ke hapë në blockchain, edhe unë e kam një adres e cila o publike, adreset e në publike, edhe tash ti ke vendos me ma dërgu mu një bitcoin. Edhe une ta kom dërgu adresën që me pranu një bitcoin. Momentin e parë që majneri e bën verifikimin e adresës prej personit A në personin B, majnera tjerë e kryjnë verifikimin dhe validimin e qatina transakcione. Edhe që ta majnera, përveç i pari, i dyti, vazhden i treti, i katëri e kështu me radhë. Ka shumë majnera që janë fut në blockchain, të cilën e cekëm më herët, që është open source, mundet me u fut gjithkush me bo mining, edhe me fitu rewardin që i takon, përfitimin që i takon, që është 0.00001 bitcoin që i bjen shembull një satoshi, edhe ti çdo herë të e bo qatë mining, të e bo çdo herë, dikur ka me arë një reward më i mirë, edhe të urrit çmimi i vlerës, edhe të urrit të harxhu minjera, shkon të urrit edhe çmimi, edhe rritet edhe hash power, që kjo është mënyra demokratike që këta kanë vendosë me kry një transakcion, pa më parasysh mu edhe ty nuk na njohin hiç, se nuk është sikur bankat klasike që une do me dërgu, nëse du me t'i dërgu në ty do pare, do në me ditë adresën tonë dhe emrin mbi emrin e bankës që ka me pranu numrin e llogarisë. Këto është pak më ndryshe. Për shembull, banka me bankë, që dihet në sistemin financiar klasik, do të me pas një bankë ndërlidhëse, për shembull që është të na BCK-ja, për shembull për kreditit do është me dërgu
në kujdijun e me një bankë komerciale në Raiffeisen, edhe BCK-ja e merr çat transakcion, e drejton edhe orienton, thotë po, që ky transakcion që u nis për kreditit ka me shku në Raiffeisen te ky personin nga ky person edhe validon edhe është në rregull. Po atë punë nuk mund me bëu kërkush përveç bankat komerciale që kanë një fal licence me zvete, edhe që i plotësojnë disa kushte, etj. Për shembull blockchain ti mundesh me bëu në mënyrë vullnetare. Pa më parasysh ai ki një miner, ai ki 10 minera, ai ki 100 minera, edhe ti mundesh me u fut në network. Që kjo bën mundësinë që ti veç duhet me pas një minimum kushte, një maqinë të cilën e bën që atë hash power që përkraqet fuqinë procesuese, edhe ti mundesh me fitu reward sot e 10 vjet. Mas 10 vjetëve mundesh me fitu një kujdijun e 0.1 bitcoin, po mas 10 vjetëve po pretendohet që ka me shku $500,000 ose $1 milion, edhe ti ki një farfitimi në tarmën të pastër. Me të kallëzu drejtën, unë e kom pas shumë herë dhe shumë diskutime që kena pas, edhe ma herët në rrjetet sociale, ka shumë mirë, arsye është se janë aktivizu se teknologjia informative të na është pak ma mirë në region. Po është një farë interesant, një farë mentaliteti që na në gjendje me raskirat, për shembull, me investu $5,000 ose $10,000 me ble një mining rig, si këtyn herë që ka qenë mënyra e miningut Ethereumit ose Bitcoinit tash, edhe riskën e kanë bukur të mirë për me fitu, kanë informata shumë mirë, na kanë ndihmu që e dinë anglishtën shumë mirë edhe informata dina ku me uqasë informata. Ka që kanë jo shumë atë loja, se të na nuk ka për shembull kapacitet minera që ka në Kinë, për shembull ka kompani në Kinë që i ka 1.000 minera ose 10.000 minera ose ku e diu në ma shumë, të na kanë 1, 2, 3, 5 edhe i shfrytëzojnë që ato në mënyrë shumë të mirë, përfitojnë, është të vërtet që fitojnë për asoj punë, ndoshta jo shumë, ndoshta jo pak, janë të kënaqur me çato. Kjo i ka ndihmu rinisë në Kosovë me bë përfitime për kësaj pune. Po pjesa tjetër që rinia, gjenerat e reja janë kyç në çto 2000 zakonisht, çto gjenerat 2000 që ku mujt me hasë në ta, janë kyç edhe në blockchain developera, të cilat bojnë zhvillime në blockchain për një protokoll ose për një exchange ose ku e diu në punë tjera që bojnë që i caktojnë, i marrin nga kontratat jashtë vendit. Edhe kom pas që janë bukur mirë të involvuar dhe shumë prej tyre ka edhe që kanë ikë për Prishtinës, kanë dalë me jetu në Evropë dhe jetojnë edhe fitojnë për blockchainit. Jo vetëm për valutave që kanë me bën një trade, po bojnë edhe development, zhvillim në blockchain duke integruar edhe sistemin klasik teknologjisë në këtë të blockchainit. Një sen që është interesant që në shumë herë kom diskutu, blockchainit për shembull që Ethereumi ta ofron infrastrukturën pa pare. Edhe ta garanton që transaksionet, edhe ta garanton që ato transaksionet që kanë me u kry me një mënyrë demokratike që kanë me u nda përfitimet e minerat krejt. Edhe këto mënyrë për shembull edhe shteti me fitu për kësaj pune. Arsyeja është se në tarmën nëse bëhet një sigurim shëndetësor, mund gjithkush me pas nga një ID card të cilën kena me pas një QR kod, të cilën s'kena nevojë me vendos në për cloud servera të qeverisë ku kena me harxhu rrymë, kena me harxhu mirëmbajtje, internet etj. Mujna me shfrytëzu blockchainin për këtë punë, që nëse nesër mas nesër unë e kam një ftofje dikon në mushkëri, shkoj te një doktor, në ambulant edhe ja jepi ID kartën, mas kena në QR-in edhe mi shkruan banat në sistem online, duke e shfrytëzuar blockchainin, shkojnë banatore, ja jepi ID kartën, edhe ajo më tregon edhe më sheh se çfarë bana mu mi ka shkru doktori, jo diçka tjetër me marr, po vetëm ato që duhet me marr, edhe shfrytëzohet pa parë, edhe shfrytëzohet shumë mirë të sigurt, përndryshe është një prej sistemat të sigurta në botë, Bitcoin dhe Ethereum, blockchain e Bitcoin dhe Ethereum, ka edhe tjera, po këto dy janë që më shfrytëzu pa pagesë, Ethereum më shfrytëzu për punën që e cekon për sigurime shëndetësore, blockchainin e Bitcoinit të mujna me shfrytëzu se s'ka smart contract. Qëto shumë herë kom cek edhe nuk e di pse
shteti jonë s'arrin me shfrytzu, po në shtantarmen kanë me arrit me shfrytzu edhe me pas benefite pak. Për AI s'kisha pas dëshirë me folë shumë, përveç si përfaqësor që ku mujt me arrit me s'kam një uri. AI është u shfrytzu shumë mirë, është e vërtetë që kam shfrytzu njerëz edhe për punë negative dhe për punë pozitive, për lajme të ndryshme, që po dione që po mujna mi po tash në internet që po bëhen rrana që ti sta mërmena, për shembull, që dikush nështë një më shumë që s'ka një uri të mirë në teknologji me mujt mi vrejt AI gabimet, si thonë në bug, për shembull, që rast të kjo AI-n që ka qitë këtë ministrën Zoti Edi Rama, që i ka 6 gishta ndorë ato s'kisha mujt me aso, me folë diçka tillë, po më duket që është u shfrytzu mirë. Kom hasën shumë informata që njerëz janë të shfrytzu AI-n, janë të shfrytzu përveç platformave klasike që i kanë database-ave offline, ajo është të integru edhe në blockchain shumë mirë, për ndryshe ka tarme, ma mërmen që ka tarme se në fillim u ka dukë si virale, faktikisht, për shembull, AI nëse shfrytëzohet si Google search, që ne kena përdorur, s'kom pas nevojë me bën një search në AI, në ChatGPT, se unë kom ditë me marrë në Google dhe kom ditë informatën saktë ku e kom marrë dhe kom ditë me analizu, po AI tash ta jep një informatë shumë saktë më të mirë, duke i marrë indikator që shikon informatat për internet dhe ta jep saktë në më të shpejtën të mundshme. Nuk diçka tjetër nuk di çfarë më thon për AI, po besoj që është u shfrytzu për rinisë tonë shumë bukur, shumë mirë.